Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka pranuar letrat kredenciale të ambasadorit të ri të Bullgarisë në Kosovë Kristjo Karajevski, derisa kërkoi largimin e masave të padrejta të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Osmani uroi ambasadorin e ri për detyrën e tij dhe shprehu mirënjohjen e thellë për mbështetjen e vazhdueshme të Bullgarisë ndaj Kosovës, veçanërisht në fuqizimin e sovranitetit, integritetit territorial dhe integrimit euroatlantik të vendit. Në këtë takim, presidentja Osmani falenderoi Bullgarinë për mbështetjen e palëkundur në proceset integruese të Kosovës në Bashkimin Evropian dhe organizata ndërkombëtare, si dhe inkurajoi vazhdimin e avokimit bullgar për fuqizimin e pozitës së Kosovës në arenën ndërkombëtare. Në këtë kuadër, presidentja Osmani vlerësoi angazhimin e Bullgarisë për sigurinë rajonale dhe globale, si dhe angazhimin e homologut të saj, presidentit bullgar Rumen Radev, që mbështet vazhdimisht Kosovën në këtë drejtim. Presidentja dhe ambasadori diskutuan edhe për mundësinë e thellimit të bashkëpunimit në ekonomi, arsim, kulturë, turizëm dhe fusha të tjera.